Në nivel të detyrës shumë duajnë të fituara. Edhe një krosim. Shiriti i kapitenit ja dha të mbarën për ta gjetur golin e tretë të sezonit. Aksel Gnabi i hapi rrugë fitores së Llapit 3-0 ndaj Gjilanit. Sulmuesi francez që tashmë është emëruar kapiten i ri llapjanëve shënoi 2 herë dhe kjo bëri që ai të zgjidhet ylli i javës në Albi Superligën e Kosovës në futboll. Yeah, it's a good feeling because Është një ndjenjë mirë pasi fillimi i sezonit nuk ishte pozitiv për ne. Fitoria ndaj Gjilanit është një kënaqësi e madhe. Ne jemi një grup i bashkuar dhe vazhdimisht komunikojmë se cilat janë pikat ku mund të përmirësohemi. a good pleasure, a good moment for all. Gnabi, i cili u bashkua Llapit pas aventurës së kaluar te Prishtina, shpreson që triumfi ndaj Gjilanit të jetë pikë kthese për ekipin e tij. First of all for the team. Dje luajtëm si një familje. Ky është vetëm fillimi. Shpresoj që rezultatet pozitive mos të mungojnë për skuadrën tonë në ndeshjet në vazhdim. I expect and I hope. Aksel Gnabi i prin listës së gola shënuesve për skuadrën e Llapit me 3 gola të shënuar. Ekipi i drejtuar nga Tahir Batatina nuk e ka nisur mirë sezonin e ri në Albi Superligën e Kosovës, pasi nga 7 ndeshje i ka grumbulluar vetëm 6 pikë, duke zënë pozitën e 8 në rënditjen tabelore. Në gjiron e radhës Llapi do të luajë ndaj Malishevës në udhëtim.